ekonomik nga Sacha Baron Cohen, diktatori, ku Sacha Baron Cohen thotë që produkti nuklear do përdoret për qëllime paqësore dhe qesh nën zë. Unë nuk e di një mënyra vetëm se si mund të përdoret çështja bërthamore është vetëm nëse kalon në formën e energjisë. Qartë. Po deri në këtë momente që flasim, Irani nuk është se ka treguar ndonjë qasje që do ta përdori arsenalin nuklear ose reaktorët nuklear për qëllime energjetike, por e ka shprehur ambicien e pastër që ne këto do t'i përdorim për çështje luftarake. Pra, nëse do të përfshihemi në doktrinën e Iranit, është diçka shumë komplekse, edhe është edhe pak e vështirë për t'u analizuar. Identiteti fetar, pritja e Mesias nga ana tjetër, ose e profetit të radhës, lufta e përjetshme në lindjen e mesme ndaj armikut kryesor Izraelit, pra, nëse do të referohemi së paku viteve të fundit, Irani nuk është se ka pasur çështjen e një shteti i cili do të jetë katalizator paqe në lindjen e mesme. Irani ka treguar qasje agresive ndaj fqinjit në këtë rast, që është Izraeli. Nëse do të flasim për një program nuklear i cili do përdoret për paqe, duhem parë dhe aspiratat e vendit. Normalisht, nga ana tjetër, dhe bota perëndimore është e friksuar nga kjo gjë. Si mund të pretendojmë për energji nukleare paqësore, kur ndërkohë nga ana tjetër ti bërtet death to America, death to Israel, pra vdekjet fqinjve të tu, destabilitetin në rajon, duke financuar grupe të ndryshme ushtarake të cilët me të drejtë apo pa të drejtë luftojnë, po krijojnë destabilitet. Prandaj nga njëra anë mund të themi se nuk pin ujë deklarata paqedashëse e Iranit. E qartë. Por nga ana tjetër, çdo marrëveshje e re duhet të jetë më fort para se ajo e vitit 2015 për të bindur dhe skeptikët në Washington, por sigurisht në Tel Aviv. Cilat do të jenë garancitë konkrete re që duhet përfshirë një marrëveshje e re që të konsiderohet e besueshme sigurisht nga të gjitha palët? Marrëveshja e vetme momentale në këndvështrimin tim që mund të arrihet në këto momente është nëse Irani e dorëzon uraniumin e pasuruar dhe dorëzimi i uraniumit të pasuruar do bëhet nëpërmjet një nga vendet aleate. Prandaj kemi edhe rastin e Rusisë të përfshirë në këtë çështje. Aktori i parë i cili ishte i gatshëm për të marrë uraniumin e pasuruar ishte Kina. Tashmë është shtuar edhe Rusia në arenë. Kjo është mënyra e vetme se si mund të arrihet një paqe. Pasi do të kemi parasysh një fakt të vetëm, që nga prodhimi i bombës së parë nukleare, pra në vitin 1945, edhe deri më sot, kjo është e vetmja armë që sado e vjetëruar nga koha të jetë, shkatrimin e ka masiv. Prandaj një nga kërkesat kryesore sot, jo vetëm të Shteteve të Bashkuara, po dhe të Organizatës Atomit, po dhe të gjithë vendeve politike është ne t'i heqim më një anë armët bërthamore. Do të kemi parasysh një fakt shumë të thjeshtë nga ana e natyrës njerëzore. Nëse do kalojmë në përdorimin e armëve bërthamore, nuk ka fitues në konflikt. Ka vetëm shkatërim. Dhe pyetja që do t'i bëjmë vetes ne është, a ja vlen të shkatërohemi? Prandaj unë gjykoj se një nga kriteret kryesore të cilat do të çonte në normalizimin e situatës, jo vetëm brenda rajonit të lindjes së mesme, po gjithë globit nga ana tjetër, është menjanimi i armëve bërthamore. Prandaj të dyja vendet qëndrojnë stoik për sa i përket çështjes bërthamore. Amerika nuk e do, se një Iran me armë bërthamore do ishte kërcënim. Po dhe Irani nga ana tjetër e kupton që kjo është karta më e madhe politike. Ky është xholi që kam në dorë. E duke pasur pikërisht arsenalin bërthamor, kjo është mënyra se si luan Irani gjeopolitikisht për të arritur një lloj marrëveshje e cila në fund të ditës do të favorizojë armpushimin, i cili në kushtet aktuale të cilat flasim, fatkeqësisht është ende i brisht. Pra nuk është i qartë se në çfarë pike jemi me armpushimin.
E qartë, Rei, nga ana tjetër, cili është rreziku më i madh pra sot që Irani të arrijë kapacitetet bërthamore apo që frika nga kjo mundësi mund të shkaktojë edhe një luftë më të madhe? Unë kam përshtypjen që në bazën e inteligjencës ushtarake që kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Irani nuk do t'i ketë kurrë kapacitetet për të krijuar një bombë bërthamore. Irani, në qoftë se marrim dy skenar. Skenari më i mirë është që Irani heq dorë nga dëshira bërthamore. Edhe pse duket e vështirë, duke pasur parasysh edhe retorikën zyrtare të Teheranit. Në qoftë se Irani heq dorë nga arma bërthamore, bie pushteti politik në skakjerën ndërkombëtare. Nuk është më aktor. Kalon një aktor i ri në lindjen e mesme. Edhe bëhet shteti tjetër i cili ka bombë bërthamore, i cili është Izraeli. Kjo është dëshira e SBA-ve. Irani nga ana tjetër normalisht kërkon të respektojë edhe faktorin e vet si një pjesë kryesore e civilizimit në atë rajon. Ka mbi 2500 vite kulturë. Ka mbi 2500 vite që ka qenë perandori në atë territor. Që edhe Irani i ka të drejtat e veta nga ana e retorikës politike. Na pëlqen apo nuk na pëlqen ne të tjerëve. Në rastin marrim dy skenaret. Një Iran bërthamor dhe një Iran jo nuklear. E pam një Iran pro-perëndimor. Ishte Irani i shahut. E qartë. Ishte një regjim i cili kamuflimin politik tek perëndimi e kishte spektakël. Pra një monarki e moderuar dhe një vend në prosperitet. Po Irani ishte në dhunë konstante. Një dhunë e cila bëri rrëzimin e shahut edhe ristolli ajatollahun. Pra ai rajon nuk ka njohur ndonjëherë demokraci. Edhe është shumë hipokrite në qoftë se ne do flasim sot për një Iran modern i cili do bëhet me kalimin e kohës. Ne duhet ta kuptojmë, kjo është qasja që kanë ata dhe duhet ta respektojmë këtë gjë. Sepse kjo është zgjidhja që kanë bërë vetë iranianët. Pra, Irani në këtë lloj çështje ka një perspektivë shumë të qartë, ose do vazhdoj programin nuklear dhe do jetë mbi bazën e sanksioneve të perëndimit, të cilat momentalisht kanë shkaktuar një kosto financiare plus 144 miliard dollar, e cila përkthehet me 25 vite regres mbrapa. Këto janë pasojat në qoftë se vazhdon drejt produktit nuklear. Në qoftë se vendoset të hapet, që unë mendoj se Irani duhet të hapet, në mos jo politikisht, duhet hapet ekonomikisht. Duhet hapet ekonomikisht në mënyrë që të sigurojmë mbijetesën si shtet. Sepse në kushtet aktuale, në qoftë do vazhdohet në këtë lloj mënyre, unë e kuptoj që kemi të bëjmë me një vend të cilët kanë devotshmëri ndaj regjimit dhe ndaj besimit fetar. Por po ngelen pa bukë. Po shkatrohet infrastruktura, po shkatrohet ekonomia, po shtohet varfëria, është rritur inflacioni, dhe rritja e inflacionit do të çojë nesër në recension ekonomik. Prandaj Irani është i detyruar të ulet në negociata në mënyrë që të hapet ekonomikisht. Dhe në qoftë se hapja ekonomike do të ishte sakrifikimi i arsenalit bërthamor, unë mendoj se si njeri në rreth të parë, jo si politolog, po si njeri i cili kërkon një popull të ketë zhvillim dhe prosperitet, atëherë të hiqet dorë një herë për gjithmonë nga ëndra bërthamore. Ka mënyra të ndryshme për të zhvilluar vendin. Nuk ka nevojë pse do të mbështetesh tek arsenali bërthamor apo te retorika e luftës dhe e konfliktit. Ndonjëherë shpreha kryesore që përdorim ne politologët është kërkimi i një armiku të jashtëm, pra mbajtja e retorikës së luftës për të shmangur problemet e brendshme. Irani ka shumë probleme të brendshme në kushtet që flasim. Ka entitete të ndryshme politike brenda, ka entitete të ndryshme kulturore brenda, ka etni të ndryshme që bashkëjetojnë.
brenda Republikës së Iranit. Kështu që zgjidhja e vetme në këto lloj rastesh është dy: ose do vazhdosh arsenalin bërthamor dhe do shkatërrohesh në formën e sanksioneve ekonomike, ose hiq dorë një herë për gjithmonë, dorëzoja aleatit tënd, Rusisë ose Kinës, pra që të dalësh me kokën lart nga kjo luftë, jo të dalësh i humbur, dhe fokusohu në zhvillimin e vendit. Kjo është ajo çfarë duhet të ketë një vend sot në globalizëm. Zhvillimi ekonomik justifikon edhe formën e regjimit. Qartë, Rej, atëherë, unë do doja ta mbyllja këtu pjesën e gjeopolitikës lindjes mesme SBA Iran-Izrael. Do doja të ndalesha sigurisht tashmë tek zhvillimet e fundit që po ndodhin në vendin tonë sa i përket Zvërnecit. Si e ke parë të gjithë të zhvillim, Rej, dhe a ke qenë ti pjesë e këtyre protestave? Atëherë, faleminderit për pyetjen njëherë para, është shumë interesante. Protestat kanë 5 ditë të cilat zhvillohen. Dje nuk isha, as ditën e parë nuk isha në protest, duhet ta pranoj këtë gjë, por 3 ditët e fundit kam vendosur, domethënë, të bashkohem protestës, jo si politolog, fare në kontekstin politik, por si një qytetar që shikoj, do ju them diçka shumë interesante. Po, patjetër. Pash prindër që vinin me fëmijët e vegjël që i mbanin në krah. Pash të rinj që bënin disa parulla shumë të bukura, dilin me elementin e flamingos. Pash një protestë qytetare e cila ne na kishte munguar që nga protesta armëve kimike. Pash disa njerëz të cilët kishin një qasje ndryshe. Nuk pash militantizëm. Kjo ishte elementi kryesor që më bëri të bashkangjitesha kësaj proteste. Po të kemi parasysh qasjen që kanë pasur protestat e mëparshme në Shqipëri, pra në momentin kur Partia Socialiste ishte në opozit, protestat bëheshin në drejtimin e liderit. Pra rrofte Edi Rama, çdo gjë për Edi Ramën. Kur kaloi opozita, në fillim u lërisnin njerëzit Basha, tani u lërasin Berisha. Kurse në këtë lloj rasti nuk pash asnjë lloj ovacioni ndaj liderëve politik. Madje një nga shprehjet më të bukura të protestës, e cila nga shumë media u censurua, ishte